Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit në Bashkinë e Dropullit ka në jurisdiksionin e saj administrativ të njësi administrative, me 41 fshatra dhe rreth 25.000 hektar pyje e kullota. Kushtet e punës për një personel për 14 punonjësit vështirësohen, jo vetëm nga mungesa e infrastrukturës, por edhe nga relevi i thyer, pasi më shumë se gjysma e fshatrave janë malor. Drejtuesit e punonjësit e shërbimit zjarfikës në Dropull po përgatiten intensivisht për të përballuar fatat e zjarrit në stilin e verës. Ne për ditë përgatitemi me efektivin për të përballuar problemet e stilin së verës. Ndryshimi klimatik që po ndodhë nga vitin në vit, ne na dalim për detyrë që të nxjerrim detyrat më të për të përballuar këto problemet e stilin së verës. Rreziku në punën tonë është pjesë e profesionit tonë. Kështu që për ditë përgatitemi për të përballuar këto situatat. Sensibilizimi i banorëve të Bashkisë Dropull është e nevojshme dhe nëpërmjet jush ne duhet të bëjmë thirrje atyre që të marrin masat, mos kemi asnjë problem gjatë stilin së verës. Madje, së shpejt do të pajisen edhe me një mjet tjetër të shërbimit zjarfikës. Me buxhetin e ri të vitit 2026 i kemi bërë kërkesë bashkisë dhe bashkia na aprovoi një buxhet prej 4 milion lekësh, edhe mendojmë që të marrim një automjet më në gjendje për të përballuar situatat e stilin së verës. Përvoja e zjarreve gjatë muajve të dimrit, por edhe përmbytjet që janë shënuar në Dropull, vlen për drejtuesit e këtij institucioni. Kemi patur djegje banese në fshatin Sotir, po pa humbje jete. Me përmbytjet kemi qenë më ndryshe, i kemi përballuar këto situatat, nuk kemi patur shumë probleme, vetëm në pjesën në fshatin Vrisera dhe në Dervician, të cilat u përballuan edhe me ndihmën e drejtorisë shërbimeve në Bashkinë e Dropull. Institucioni i shërbimit zjarfikës në Dropull mbështet iniciativën e qeverisë shqiptare për ndërtimin e qendrës operacionale në Kranet të Bashkisë Finiq për përballimin e fatkeqësive natyrore në rajonin e Gjugut.